Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Po vuaj, mendjen e kam akoma tek ti. Vanesa i bën dedikim nga jashtë Indrit. Me sa duket, dinamikat e fundit në ferm kanë ndryshuar 360 gradë që pas daljes nga ajo ferm të Vanesës. Siç e dim të gjithë, Vanesa krijoi një lidhje romantike, të cilën e zyrtarizuan dhe me ardhjen e mamas Indrit brenda në ferm. Mirë po pas daljes së saj, Indri është parë shumë i afërt, sidomos orët e fundit me Klevisën. Gjithashtu edhe pas faktit që ai tha vetë gjatë prajmit që i ka bërë një letër Vanesës dhe shumica amëndësojnë që është letër ndarje. Kjo duke u bazuar edhe tek veprimet e tij. Ndërkohë Vanesa ka reaguar her pas here në mënyrë indirekte në Instagramin e saj, duke postuar disa pjesë pikëlluese nga fragmentet të këngëve të saj. E fundit që ka postuar është pikërisht një frazë ku thotë: "Po endem rrugëve po vuaj, mendjen e kam akoma tek ti." Me sa duket, Vanesa është shumë e lënduar nga kjo situatë dhe po e përjeton shumë keq jashtë fermës.